Ka vijuar këtë të martë në gjykatën e posaçme ballafaqimi i Nuredin Dumanit me të pandehurit e tjerë të dosjes Plumbi i Artë. I penduari i drejtësisë i është përgjigjur pyetjeve të avokatit të Fatos Gosës në lidhje me planin për vrasjen e Elton Kilës në Elbasan, i cili njihet me pseudonimin Oti. Oti nuk ishte në Elbasan, më kanë nxjerrë në prit Sueli. Henrik Hoxha ishte me një E-klas të marrë me qira në Fier. Henrik Hoxha komunikonte shpesh me Suel Qelen me Matrix dhe një program tjetër. Unë me Suel Qelen kam folur vetëm në momentin e atentatit, do dalin të gjitha në Matrix. Në bazë të hetimeve të SPAK, ka rezultuar se Suel Qela i kishte kërkuar Dumanit të vriste Kilën për 200.000 euro. I penduari i drejtësisë ka folur edhe për planin e vrasjes së Erion Alibejt. Porosinë kishte marrë nga Kelkamami dhe për këtë do të paguhej 2 milion euro. Kelkamami me ofroi 2 milion euro për vrasjen e Erion Alibejt. Me tha do të jap edhe talon. I thash dua 1.5 milion euro, por më sill talon përpara. I pandehuri Fatos Gosa kundërshtoi dëshmitë e Dumanit se ka qenë informator në vrasjen e Andi Zylyfit. Ai deklaroi para trupit gjykues se nuk mund ta bënte këtë pasi kishte miqësi me familjen e Andi Zylyfit, duke rrezuar pretendimin se kishte marrë 15.000 euro për këtë vrasje.